Territori i Kosovës për datën 24 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit të paqëndrueshëm me rreshje shiu në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të jetë me rreshje të her pas hershme, ndërsa pasditja vijon me intervale me shi dhe vranësira. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 3 deri në 12 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 8 gradë Celsius, Kënderaj 2 deri në 12 gradë Celsius, Pej 2 deri në 13 gradë Celsius, Prishtinë 1 deri në 12 gradë Celsius, Gjakov 2 deri në 15 gradë Celsius, Malishev 1 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 1 deri në 13 gradë Celsius, Perizaj 2 deri në 14 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri në 13 gradë Celsius, Suharek 2 deri në 14 gradë Celsius, Prizren 4 deri në 14 gradë Celsius,